arsyeja bazike ngjarja tronditse ishte non grata e doktorit në vitin tashmë të largët 2021, apo pas kongresit që ju konfirmuat, dhe ishte çarja juaj me doktorin dhe çarja e Partisë Demokratike. Taj doktori u thonë, për shembull, ka një gjysmë rehabilitimi. Është kjo një rrugë e hapur që juve të mund të keni një koalicion pas elektoral me doktorin? Kjo është pyetja. Qoftë pyetjen shtronë këtë mënyrë, asgjë s'ka ndryshuar nga qëndrimi që ne si Euroatlantik kemi në raport me bashkëpunimin me forcat e tjera politike. Tre janë kushtet. Kushti i parë, nuk bashkëpunojmë me të korruptuar. Kushti i dytë, nuk bashkëpunojmë me ata që nuk japin 100%, jo 99%, po 100% mbështetje strukturës posaçme antikorrupsion në luftë kundër korrupsionit, dhe nuk bashkëpunojmë me ata që nuk janë 100% të linjëzuar me aleatët tanë strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Bashkimi Evropian. Dhe këto kritere aplikohen për çdo forcë politike dhe për çdo individ. U paguan gjithë para për të lobuar dhe për të pastruar, po themi, këtë keq kuptim midis Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Dr. Breshës.